sigurisht, unë jam shprehur që stadi i zbatimit ose zbatimi i vendimeve të gjykatës kushtetuese tregon në fakt stadin e demokracisë. Sigurisht kemi ende punë për të bërë, por në majoritetin e vet, vendimet tona janë të zbatueshme. Ka vendime të caktuara të cilat politika besoj merr koston e vet nëse nuk i zbaton. Po flasim për kushtete të tjera. E rëndësishme është që gjykata funksionon, gjykata doli dje duke kthyer pyetjes tuaj me një pronësim sepse detyra jonë është të garantojmë publikun që gjykata funksionon e pavarur e pa anshme. Sigurisht mendimet që vijnë nga të gjitha anët, përfshirë edhe mendimet që jep media, ndonjëherë duke verifikuar burimet e informacionit dhe ndonjëherë duke mos i verifikuar ato, ne i çmojmë, por në fakt është e rëndësishme që publiku të jetë i mirë informuar, të marrë informacione e dur, të bëjë vendimet e dura në kuptimin e investimit të gjykatës, dhe nga ana jonë ne të sigurojmë publikun që në fakt ne jemi të pavarur të paanshëm dhe do të bëjmë punën tonë pavarësisht se kush janë interesat apo se si mendojnë palët e përfshira në proces dhe jo. Atmosferoni indikon deklaratën e kryeministrit në Në nivelin e presionit, janë deklarata të zakonshme që ne jemi parë nga gjithë palët që përfshihen në proces. Përfshi dhe media dhe e konsideroj dhe dua ta citoj, sepse ndonjëherë jeni ju të medias që jepni zë më shumë se ç'duhet ndonjëherë mendimet dhe opinioneve që jepen për vendimet tona. Megjithatë, për sa kohë kjo vjen në kuadër të lirisë së medias, të lirisë të shprehjes, kjo është një vlerë e shtuar dhe unë jam një partizane dhe vetë trupa. Kështu që atë që ne çmuam të rëndësishme, pra detyrim ndaj publikut për ta bërë, për ta informuar dhe për të garantuar funksionin tonë të pavarur të paanshëm, ne e kryejmë. Pjesa tjetër mbetet për mendimin se si secili nga pushtetet mendon, veprojë dhe e sheh detyrën e tij. Po për ne kjo është pjesa e rëndësishme.